Tashun kur e them këtë... Çfarë sense? Më lejoni ta sqaroj. Standardi moralit shoqëror është një kusht i cili është i parashikuar edhe në Konventin Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe merret parasysh edhe gjatë miratimit të ligjeve të reja në një shtet, e po ashtu edhe gjatë hartimit të politikave publike. Pra, zakonisht kur unë citoj këtë kusht në debat të shumta televizive, paragjykohem për faktin se unë jam besimtare muslimane, praktikoj fen islame dhe zakonisht më thuhet se aje duke promovuar ndonjë kusht të fesë islame nga që po thirrësh në standardet e moralit shoqëror, por jo, ç'është e vërteta, kushti i standardit të moralit shoqëror, pra respektimit dhe ruajtjes së standardit të moralit shoqëror, është një qëllim legjitim, një kusht i cili përmendet në Konventin Evropiane për Drejtat e Njeriut dhe realisht çdo zbutje e standardit të moralit shoqëror na sjell tek pasojat e tilla, siç jemi tu diskutuar sonte. Pra më herët, le të themi në periudhat para luftës ose pas luftës, ne jemi një shoqëri, po them edhe tani, jemi një shoqëri konservatore, ende. Dhe lidhjet jashtëmartësore, marrëdhëniet intime jashtëmartësore janë të papranueshme, po them në publikun e gjerë ende, dhe realisht tentativat e ndryshme, qoftë nga organizatat të shoqërisë civile, qoftë nga donatorët e jashtëm, që të zbusim këtë standard të moralit shoqëror, na kanë sjell këtu ku jemi, sepse na kanë gjetë të paprgatitur. Tu nis nga fakti që përmendje dhe zonja Atifete, pra mungesa e edukatit seksuale në shkolla, ajo tentativa e qeverisë për të kontrabanduar këtë lëndën dhe kurikulen e edukatës seksuale, pa e bërë një diskutim publik ma herët dhe pa bazë ligjore. Natyrisht, unë jam pro futjes lëndës edukatit seksuale në shkolla, por paraprakisht duhet të krijohet një bazë ligjore për këtë çështje dhe duhet t'i paraprit një debat publik. Çka do të thotë ky debat publik? Do të thotë diskutimi me akterët e ndryshëm, tu i përfshi prindrit, tu i përfshi punëtorët social, psikologët, do me thonë të gjithë akterët e mundshëm cilët do të mund të japnin input, do me thonë do të mund të japnin mendimet e veta gjatë hartimit të kurikules e më pasi që ta krijojmë bazën ligjore, ta fusim këtë lëndë në shkollat tona. Posa asaj, nevojitet edhe trajnimi i mesimdhënësve, se jo çdo kush mundet të ofroj edukatën seksuale. Siç e kemi pa më herët, na e kemi pas disa që i kemi debatuar dhe më herët, i kemi pas disa nga materialet që janë kontrabandu brenda landës së edukatës qytetare, ku nuk e kemi pas asnjë profesor, asnjë arsimtar të vetëm të trajnuar për të dhënë mësim lidhur me këtë çështje. Pra ka shumë aspekte. Apo mendojnë që se përmendët që lidhjet jashtëmartësore po janë një prej zhvillimeve të fundit me qujt. A mundet me qenë kjo një shkaktar i rritjes numrit të aborteve që ndikojnë? Natyrisht, sepse po them do ta sqarojnë edhe psikologja dhe profesionistët e tjerë. Lindja, natyrisht me qenë se jam nanë vetë dhe kam përjetu, mund të lëshohem edhe në këtë pjesë, jo si avokate, po si nanë. Lindja është një proces shumë delikat për çdo femër, sepse natyrisht duke fillu prej përjetimit të depresionit postnatale deri te ndryshimet e tjera të mundshme që mund ta gjejnë femrën pas lindjes. Pra është një proces shumë delikat edhe kur ndodh brenda martesës, kur e ki përkrahjen e bashortit, e ki përkrahjen e prindërve, të gjithë njerëzve që janë për rreth teje. Ndërsa mund ta paramendojmë se sa i vështirë është ky proces kur ndodh tek një vajzë, ndoshta edhe e mitur, ose edhe moshës madhore, e cila ndoshta edhe i nënshtrohet edhe stigmatizimit shoqëror, siç e thash për shkak të standardit të moralit shoqëror, i cili ende është, ne kemi një standard të caktuar, dhe realisht kjo është ajo arsyeja pastaj që na sjell edhe deri tek abortet edhe deri tek braktisja